Sot do të flas për terminalet që ishin dorë të oligarkëve. Deri më sot se kom pas një njeri të dol e me fol për ta se nuk kanë guxim me fol për ta se janë kon njerëz të mëdhaj ata që kanë pas terminalet 11 prej tyne. Çka është një terminal? Terminali deri me para një javë dite ka qenë ligj që kanë bon vetë ata që kanë marrë terminalin. Me hin një kamion prej një shteti tjetër, me hin Kosovë, momentin që është paraqit në doganën e Kosovës, në kufinin e Kosovës, ju ka dash 3 orë pa tjetër me mrena në doganën ose në terminalin e doganës që dosht me zhdoganu mallin që ka prun. Tash llogaritën nëse ty të prishet kamioni edhe s'mundesh me mrri për 3 orë në vendin e duhur, dënimi akon 500 euro. Ma keqe krejt këtyne që vetë ata kanë bo ligjin, kur një kamion ka mrri mas orës 4, për shembull, mas orës 4 masdite, akon i detyru me nejt aj në parking ato edhe me pagu parkingin 40 euro deri në 80 euro. Veç pse ka nejt se s'ka punu kërkush në dogan. Nëse një kamion ka mrin shtunën edhe ka nejt e ndilën e deri në të hanën në parkingin e terminalit, këta gjinohat që janë marrë me këtë punë o dasht me pagu ka 80 euro për kamionin që ka nejt ato. Pse ata s'kan punu. Sa i normalisht a i shkon e kryn punën edhe del për atushit. Po këta kanë bo me qëllim që mi zhvat sa ma shumë edhe me fitu sa ma shumë, për që ata çdo terminal doganor ka pas fitim veç për shtyne sene dvogla nuk janë, po i kanë pas 300.000, 400.000 euro në mujt të paqa. Pa bo kur gjo tjetër veç për parkinge, se nuk ka kon veç një kamion, ato e në kon 200, 300, 400 kamiona në dit, tash llogarit e herët 80 euro. Muj është i gatë, edhe kanë pas fitimin dhe në 400.000 euro për qëtë punë. Tash, çka me thonë, burë? Sot ka ardhë Albini Avkamar, Shoqërqi Avkamar, po ke shpru edhe ligjin tjetër që shoferat që hinë me mall në Kosovë nuk janë më të obliguar me shku në terminale që janë konë për para për 3 orë me shku, po ta shkon edhe lajmërohet e mundet me pagu doganën për shembull nëpërmes internetit, nuk ka nevojë me shku në terminal ato me nejt 2-3 ditë e kur dojnë ata me ta këshyr kamionin, mundet me shku kamioni direkt e në shkarkim. I vetmi sen që ish pa tjetër me bon shoferat për shembull nëse dogana dyshon me një kamion, atëherë ajo është i obligum me ju nënshtru kontrollës. Po 80% e kamionave që hinë tash në Kosovë shkojnë në shprazën direkt, e pagun doganën që ka ble mallin edhe u kry puna. Jo sikur me ata hajnat që u dash me shku ti pa tjetër, kur ke hi prej kufinit, për 3 orë me mrim me një terminal ti doganor me zhdoganu tani mallin. Qëse nuk mrin për 3 orë, ki 500 euro dënim. Tash llogarite, mundet më prish kamioni, mundesh me pas një aksident, mundet me pas një të lovi në rrugë edhe blokohet rruga, ti s'mundesh me mri për 3 orë, ata hanat ti kanë rru 500 euro. Edhe kur ke mriti në mramje, prap edhe 80 euro ti kanë marrë dhe nesërit sabat se kamioni për rinë parking të atyne. Jo që kë s'ka pas vend me lanë kjerën kamionin parking vetin, pa ata e kanë detyru që kamioni me nejt pa tjetër në parkingin e tyne, që me pagu 80 euro natën. E tash llogarite
për 22-3 vjet, 25 vjet, 27 vjet dhe tash që kanë pas sa pare i kanë rru këta që kanë pas terminalet privat. Ves llogaritë që ton burr çmendet njeri. Nuk din njeri çfarë hajna, edhe sot du m'dalin edhe m'shitin patriot, e thët unë e kum luftu, unë jam kon komandante, këta të LDK-s unë jam kon përpara me rrugovën e anena, knena, se kanë pas përgjys. 11 terminale kanë pas PDK, LDK, AK, kanë pas gjysënaj. I kanë pas këtë përgjys i kanë do këta. Fitimin që mos me marrë ves njëna parti, po me marrë krejt kapak. Jo kapak, se do janë konë pyetje me miliona në vetë, nuk është pun pake ato. Ato një terminal i ka prun 400.000 euro në mujt, ta është logaritë 12 muj, sa përshkën e sa për ato. Përshkën për mërin 5 milion pare fitim të pasër në gjep, për një vetë. Po, edhe dolin, shiten patriota, që ta nuk po mund njeri me dëru, edhe në me bajt. E vjedh popullin, e vjedh Kosovën, e vjedh ata, edhe del në televizor thët unë jam patriot. Për çfarë patrioti e ti? Kur e vjedh Kosovën, e vjedh popullin, e vjedh vllavin tanë, e vjedh gjithë shkafin që del për para, edhe sot më shitesh patriot. Tash ka, qysh, me arë puna ti me obligu njerëz që pa tjetër ata me qu kamionin me lan ato me të prit ty, dhe kur ty të në teket me kontrolu kamionin atina, mund është me lan një javë dit, a i pa qare o dësht me pagu. Ketë fitimin ka shku që ato në parking. Po për këto tema nuk guxon kërkush me folë, se terminalet janë konë njerëzve të mëdhaj. Nuk janë konë terminalet e mija ose dikuj tjetër në fukaras, jo, të bosave. Aty në bosave ma të mëdhaj që janë Kosovë, që ata i kanë pas terminalet. Se terminalin s'ka mujt me marrë një njeri thjesht. Ja, harroat pun. Ja, ata nuk diskutuat. Ama veç ata bosat e mdhaj, ata i kanë marrë terminalet. Për që ta këto pevaqicat e tona gazetarët, nuk guxojnë me folë për terminalet. Se shefi për mi i terminalit dijen kush janë konë. E këto pevaqicat që pagun për Beogradit, ta nuk kanë guximin me dalë me folë. E me thonë po. Ja. Po nejse Albini që shtu ka dale, këta ka me qitë për toke, shëqër zote që kem Albin Kurtin, shëqër që pople është ka i beson edhe ka i dën, edhe ka i voton, besa, për me qitë këta hajna për toke. Këta patriotat, ta AliExpressit 35 cent. Me qitë për toke. Se këta veç hajna janë, se kur gjo tjetër nuk janë. Ma shumë se hajna kur gjos janë, veç hajna, lapera.